Unë nuk do kisha qenë që zotëria të ishe kandidat. Unë do kisha qenë që të jetë zyrtari më i lartë drejtuesi i Tiranës. Ose nëse zotëria do ishe kandidat, duhet kishe pozitën më të lartë drejtuese në Tiranë në mënyrë që të marrë përgjegjësi dhe të organizojë strukturat. Nuk ka sens që një parti të kërkojë dike nga jashtë, kur ka thot 100.000 anëtarë, kërkojë dike nga jashtë dhe të thotë hajde se kam nevojë për dikë sepse brenda vetes nuk kam një figurë. Unë duhet gjej një mekanizëm meritokracie dhe llogaridhënie e cila krijon balans dhe krijon personalitete publike. Në rastin konkret, opozita më shumë zoni një kandidaturë të sforcuar se sa një kandidaturë e cila kërkon për të bërë sfidë, edhe për shkak se këto zgjedhje nuk po prodhojnë mundësi për debat dhe për platformë si do ndryshohet Tirana për një vit. Këto zgjedhje edhe kandidati palës tjetër, po ta shikoni. Do vazhdojmë rindërtimin e Tiranës, jo mos sot azem projektet. Jo, po ta kon PS-n. Ajo thjesht po shuan mosmarrveshje që kanë brenda PS-s. Por nuk është kjo fushata që ka nevojë Tirana. Tirana ka nevojë për dikë që diskuton kush do jetë Tirana pas 20 vite, pas 30 vite, dhe si do ta bëjmë Tiranën nga një zonë eksperimentale ku bashkohet të mijat e qytetet e Shqipërisë në një metropol kulturor, politik, administrativ, në një kryeqytet, një vendi që mund shkojmë bashkim në Evropian.